Koleg deputet, qetësi lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri i Drejtësisë, ish ministri e kërkon. Tu flitet për qeverinë detyrë, mos i përzi. Shikon, unë jam i bindur që ti nuk e din çfarë qeveria ndërheqë dhe çfarë detyrë. Unë kam ardhur sot këtu në këtë sallë për të përfaqësuar mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për shpjeguar qëndrimin pse ne nuk marrim pjesë në këtë seancë dhe pse për ne kjo seancë është jo kushtetuese. E para nuk e di kryetar nëse ka quorum, nëse janë 61 deputet në këtë sallë, gjatë mbet ta verifikoni ju. Kjo seancë do të mbahet mend në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetari i kuvendit, deputetëve të vendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush këshëshni e din që është e paligjshme dhe jo kushtetuese. Asnjë vend nuk mund të mbajë seancë, nuk mund të bëjë seancë kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të bëjë seancë pas zgjedhur qeverinë. Mos u gut se njëjëm, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se njëjëm për i PDK-s. Nuk ka asë një vend tjetër në të cilin të shfrytëzojnë kohën tem, prit. Koleg deputet, qetësi lutem. Unë me kriju kushte me mbajt fjalimin? Unë e mbaj, ju nuk ma diktoni që mbajmë fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë e mbaj fjalimin që duone. Ma lejon rregulloria. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin për shkak se nuk dëgjohet jashtë. E kuptoj, po. Fliten këto kushte kur të gjithë flasin për një herë. Rregull, vazhdo. Asnjë kuvend, lejoni ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me bë propagandë politike, ka marrë me shpjegu ligjërisht. Në asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes qeverisë. Midis konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë nuk lejohet të mbahet asnjë seancë ndërmjetme për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë nuk ndodh asnjëherë. Tani po I kthehem çështjes së rendit ditës I cili është propozuar. Rendi I ditës I propozuar sot është formimi I komisioneve parlamentare edhe miratimi I disa projekt ligjeve. E para, për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë pozitë. S'ka Kosova opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi I projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thot që qeveria në dorëheqje thot nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thot që këto kufizime, neni paragrafi 5 I neni 31 thot vlen edhe për qeverinë detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverinë në dorëheqje thot ka drejt me propozu ligjin për buxhetin kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen zoti Murati vetëm për qeverinë në dorëheqje, jo qeveri në detyrë. Unë do ta lexoj, meqense ka nevojë me lexu, thot përjashtimisht, pra nga ajo e mos propozimit ligjeve, qeveria ndërheqje ka drejt të propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria ndërheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri I Drejtësisë, ish ministri e kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë siç është përcaktuar në 28 për qeverinë detyrë. Qeveria atu flitet për qeverinë detyrë, mos I përzi. Shikon, unë jam I bindur që ti nuk e din çfarë qeveria ndërheqje dhe çfarë detyrë. Mos u ndërhy. Mos abuzo me detyrën. Jeni në kryetare kuvend, unë jam deputet, unë po moj fjalë se kam me ty debatën e kam me qytetarët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj dhe ka një arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është ndërheqje, kuvendi që ka zgjedhur atë qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë ndërheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, të nderuar koleg, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. Nuk mund të vini këtu. Qytetarët nderuar që na shikoni.
për me ilustru këtë. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që kryeministri Kurti, të cilin unë e kam përball këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po do me dalë këtu me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe mu ullë me votu si deputet për këtë ligj. Nuk mund të ndodhë kjo. Nuk mund të ndodhë kjo. Është absurde. E ndalon ligji, po ndalon dhe logjika. Nuk është më arë këtu, zoti Kurti me propozu ligjin, zoti Murati, edhe me ullë në rreshtin e parë të kuvendit, edhe me votu. Nuk mundesh. Thjesht nuk mundesh. Dhe argumenti i fundit, për juve zoti Murati, gjykata supreme që vlen për këtë qeverin ka nxjerrë vendim. Ka thonë, nuk keni drejt me qëndru ministër. Ju bëjmë bani në mënyrë ju kushtetuese funksionin e ministrave, kryeministrit dhe deputetëve. S'mund të mbani funksione të dyfishta. S'munden, thjesht, se keni ky ligj edhe kushtetuta që është fuqi e ndalon këtë. Nuk munda me luni teatr të absurd ku ju bëni herë ministra, herë kryeministra, herë deputet. S'mund të luni gjitha funksionet. Fakti që keni thirrë një seancë në orën 11 me miratu këto ligje, tregon që në orën 12 jeni dorëzu për Glaukon Jufcën. Se po të bëj kryeministër Glaukon Jufca në orën 11, në orën 14 do të ishte seancë kushtetuese. Jeni dorëzu. Pra s'mund të zgjidhet. Dhe unë ju them një diçka. Ju do të hyni në historitë Kosovës si partia e vetme që dërshtojnë 2 kandidatë për kryeministër. Në këtë kuvend s'ka njëri tjetër që ka marrë mandat prej shefit shtetit Kosovës, prej presidentit, edhe ka ardhur dhe ka dështu, do të bëni partia e dytë.